Sëmundja e bashkëshortit që e la Iqbalën pa hyrë në Big Brother. Kjo është arsyeja pse teologja nuk u bë pjesë e shtëpisë më të famshme. Të gjithë e pritën, por ajo anuloi gjithçka në momentet e fundit. Iqballi Berisha Huduti ka thyer heshtjen me një reagim të gjatë dhe tejet emocional, duke sqaruar se tërheqja nga Big Brother VIP Kosova nuk ishte frikë, por një detyrim madhor shpirtëror. Bashkëshorti i saj po përballet me sëmundjen e rëndë të Parkinsonit. Iqbalja rrëfes se ndërsa 2 muaj më parë ai e kishte mbështetur fuqishëm. Ditët e fundit, gjendja e tij është rënduar papritur. Ajo zbulon edhe detajin e kontratës, ku thotë: "Kam deklaruar se nuk do ta ndal këtë rrugtim për asgjë. Përpos nëse gjendja e tij e kërkon." Dhe fatkeqësisht, ai moment erdhi. Me emocione të forta, ajo thotë: "E kam obligim dhe ndërgjegje shpirtërore për të qëndruar pranë njëri tjetrit në varfëri dhe në sëmundje." Por Iqbalja nuk e fsheh që kjo është një humbje e madhe. Ajo donte të hynte në atë shtëpi, për të kaluar nëpër gaca e gjembë dhe për të promovuar vlera morale mes banorëve, që sipas saj kanë problematika morale. A do ta shohim më vonë? Me gjas jo. Reagimi i saj le të kuptohet se dera është mbyllur përfundimisht. Familja vjen e para, dhe ajo tani lutet vetëm që banorët brenda të vëdësohen. Një sakrifisë për bashkëpunëtarin e jetës apo një shans i humbur? Ju si e shihni? A veproi mirë Iqbalja?